Po të kisha marrë për gru, do të kisha majtë në balkon. Dolce i kthen përgjigjen e pike ndjekësit të saj. Ish banorja Big Brother VIP Kosova, Dolce, cila vazhdon të mbetet një nga personazhet më të komentuar në rrjetet sociale. E njohur gjërësisht për format e saj trupore, bombastike dhe linjat, ajo di gjithmonë se si të rrej vëmendjen e publikut. Së fundi Pukurosha ka zhvilluar një mini intervistë me ndjekësit e saj në Instagram përmes opsionit Ask Me a Question. Ndërsa pyetjet e shumta, njëra prej tyre ka marrë gjithë vëmendjen për shkak të komicitetit dhe dozës së ngacmimit. Po të kisha marrë për gru, do të kisha majtë në balkon për inat komshive, i ka shkruar një nga ndjekësit e saj. Dolce nuk e ka lënë pa përgjigje këtë ngacmim e pika, ajo ka shpërndar mesazhet në Insta Story duke shoqëruar me disa emoji me të qeshura me lot.